Shqipëria ka bërë përparime në disa sektor gjatë këtij viti, vlerëson Bashkimi Evropian, duke cilësuar si një kohë të përshtatshme për të vijuar me procesin e negociatave dhe mbylljen e grup kapitujve. Në dokumentin e progres raportit për vitin 2025, kryefjalë mbetet reforma në drejtësi, e cila është parë pozitivisht edhe këtë vit. BE vendos nota të larta ndaj punës së SPAK, duke theksuar se ka përparuar qartë në luftën kundër korrupsionit. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka forcuar rezultatet e saj pozitive dhe ka krijuar një rekord solid në ndjekjen e korrupsionit në nivele të larta, përfshi rastet me zyrtarë dhe politikanë të rëndësishëm. Megjithatë, korrupsioni mbetet i përhapur në sektor të ndjeshëm. Kuadri institucional për parandalimin e korrupsionit ka ndikim të kufizuar. Rekomandohet që kontrolli i deklarimeve të pasurisë të bëhet më efektiv dhe transparent dhe deklaratat e personave politikisht të ekspozuar të publikohen online. Rekomandimet e Unionit shkojnë më tej, duke kërkuar nga vendi ynë që të përshpejtohen reformat në mënyrë që të zgjidhen dhe problematikat që mund të vinë nga sistemi gjyqësorit. Shqipëria të përshpejtojë reformat në sundimin e ligjit. Cilësia e drejtësisë pengohet nga mungesa e mjaftueshme e magjistratëve dhe nga votimi në zbatimin e plotë të sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve që pritet të përfundojë vetëm në 2030, një afat që konsiderohet dëmprurës. Ashtu si raporti OSBE-ODIHR, BE ka cilësuar polarizimin politik si një çështje, e cila mund të cënojë në të ardhmen vendimet demokratike. Zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025 u vlerësuan si konkurruese dhe profesionale nga OSBE-ODIHR, por me mungesë të fushës së barabartë dhe abuzim me burimet publike. Polarizimi politik mbetet i lartë, parlamenti ka mungesë mbikëqyrje ndaj ekzekutivit dhe vendimarrja shpesh anashkalon konsultimet publike. Unioni nuk i kurseu vlerësime dhe sa i përket rritjes ekonomike, teksa ulja e inflacionit u cilësua si një punë e mirë. Megjithatë, pati një qasje kritike ndaj investimeve publike. Ekonomia shqiptare ka ruajtur një rritje të fortë të nxitur nga turizmi dhe konsumi i brendshëm. Inflacioni u ul nën objektivin e Bankës së Shqipërisë dhe borxhi publik vazhdoi të bjerë. Megjithatë, të ardhurat buxhetore janë të ulta dhe investimet publike shpesh nuk realizohen plotësisht. Ndërkaq në progres raport, Shqipëria mori nota të larta në drejtësi, energji dhe politikë të jashtme. Nota mesatare u vë në sektorin e administratës publike, ku kërkohet më tepër angazhim në punësimin e profesionistëve dhe në mjedis, ku kritikua menaxhimi i mbetjeve.